Partia Demokratike ka kallëzuar penalisht ministrin e Brendshëm Besfort Lamallari, drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit Skënder Hita, zëvendësin e tij Sokol Bizhga dhe drejtuesit e Policisë së Tiranës pas përplasjeve të protestës së 17 prillit. Kallëzimi me 12 vepra penale është firmosur nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka. Partia Demokratike akuzon ministrin Besfort Lamallari dhe drejtuesit e lartë të Policisë së Shtetit se gjatë protestës së 17 prillit kanë shpërdoruar detyrën. Opozita thotë se me dhunën e ushtruar ndaj drejtuesve të saj dhe qytetarëve nga ana e forcave të policisë janë shkaktuar dëmtime me dashje, heqja e paligjshme e lirisë, shpërdorim detyre dhe pengimi së drejtës për të protestuar. Kallëzimi përmban edhe falsifikim dokumentesh ku akuzohen oficerë të policisë gjyqësore të komisariateve të Tiranës se kanë deformuar dëshmitë të arrestuarve, kanë ushtruar presion ndaj tyre dhe se kanë raportuar prova të rreme. Një kallëzim të ngjashëm ka depozituar në Policinë e Tiranës edhe antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Aulon Kalaja. Dua t'ju vë ndjeni që para 2 ditësh kam bërë kallëzim në Drejtorinë e Policisë Tiranës për dhunën që më shkaktuar në protestën që ndodhi para pak ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një dhunë pa justifikueshme nga policia, ku përveç se ka marrë spraj në 3 drejtime, spraj shumë të fortë, jam goditur 2 herë me shelma nga 2 policë ndryshëm dhe 1 herë në fytyrë me skafandër dhe 2 herë pas qafe me skafandër. Për këtë arsye kam qenë shtruar në spitalin ushtarak, ose siç njihet ndryshe spitali i traumës, ku pas ekzaminimeve kam marrë dhe epikrizën. Për të gjitha këto arsye unë kam bërë këtë kallëzim për të dalë e vërteta në shesh për dhunën policore që kam pësuar dhe sigurisht do të doja t'i bëja thirrje institucioneve që të marrin masat, nxjerrin para përgjegjësisë policët që më kanë dhunuar barbarisht. Flas për rastin tim, por kjo do të shërbejë si këmbën alarmi për dhunën policore që është ushtruar në protestë apo nëse kanë ndërmend për të ushtruar në protestat e tjera. Nga ana tjetër, ju duhet ta dini besoj që unë akuzohem tani nga policia, kam një procedim penal për dhunim të forcave të policisë për shkak detyrës. Ju i keni parë videot shumë mirë dhe e dini se çka ka ndodhur me mua, dhe tani policia nga që nuk ka fjalë dhe është në faj në raport me mua, më ka bërë një akuzë aq të pabesueshme sa që të hidhet balë pikërisht mbi këtë ngjarje. Por ju e dini që unë vërtetave do t'i shkoj deri në fund. Kjo është kauza ime, unë vi nga aktivizmi, kur nuk kam pasur probleme në për protesta, është hera parë, por t'jeni të bindur që unë do t'i shkoj deri në fund. Pres me shumë vëmendje zhvillimet që do të vinë nga ky institucion apo nga policia në përgjithësi.